Po. Pikërisht këtë doja, po ndiqja kronikën teksa prisja të futeshim në lidhje direkte. Belinda Balluku ironikisht është dhe ministri e kanalizimeve. Ju thatë infrastruktura, po pjesë e saj ende kanalizimet. Do të kishte pasur një justifikim nëse do të ishte arrestuar Belinda Balluku, do të mund të na kishin thënë që ja shiko, kanë arrestuar Belinda Balluku, prandaj nuk funksionojnë kanalizimet. Ashtu sikur sa thanë për Erion Velien që nuk mund të qëndrojë në burg për shkak se Tirana ka nevojë për punën e tij dhe, sa herë kishte trafik apo diçka, ishte mungonte Lalieri, ishte në burg, prandaj ndodhnin gjërat. Praktikisht ministri e kanalizimeve ndodhet në liri, pavarësisht se SFAKu e akuzon për 1.1 miliard euro të vjedhura, ndërkohë që situata është ajo që sapo përshkruat ju. Kështu që mendoj që më shumë se sa do të flisja unë, flasin faktet, kronikat që ju nxorët, është e gjithë ulësira perëndimore praktikisht në ujë, nuk është për shkak të Zotit, është për shkak se kanalet ujitse dhe vadice, kanalizimet nuk funksionojnë, nuk janë pastruar kur, kanë vite që nuk janë pastruar, megjithëse fondet janë që gjitha të harxhuar. Ja, kjo është e qartë me atë që ndodh në qytetin e Durrësit, se është një gjë që të dalë një lum nga shtrati dhe të përmbyt tokat përreth, është tjetër gjë të përmbytet Veliera për shembull, që e ke bërë vetë me arkitekt, me inxhinier dhe me gjitha gjërat, që janë dy situata të ndryshme. Gjithsesi kthehemi te politika, po vim prapë te infrastruktura, se nuk janë vetëm kanalet, janë rrugët, këtë dimër kemi parë të na prishen gjërat përpara syve, që janë ndërtuar dhe përuruar me shumë bujë. Vazhdon një situatë ngërçi në çështjen e kërkesës së SPAKut për imunitetin e zonjës Balluku, opozita përpiqet, mblidhet, 5 të tjerët që i përkasin shumicës nuk vinë. Cila është situata, ku po shkohet me këtë dhe cili është qëndrimi juaj, po dhe i palës tjetër, ma i se kuptoni ju? Është brutalisht jo. Është kapur duke vjedhur zëvendës kryeministria, këta thonë nuk kemi ndërmend t'ja japim SPAKut, drejtësisë që e kanë bërë me duart e veta dhe cilën nuk do ta pengonin në asnjë rast, i thonë jo, nuk ju japim imunitetin e Belinda Ballukut. Shkaku nuk është se e duan shumë Belinda, askush nuk e do Belinda, asnjëri prej tyre nuk e do njëri tjetrin. Problemi është se Belinda Balluku i merr që të gjithë me vete. I fut në një grop të zezë. Siç e kam shprehur dhe më parë, është një buxheticid, nuk është vjedhje e buxhetit. Nuk është korrupsion. Korrupsioni normalisht është një vepër që shteti, zyrtari në bashkëpunim me biznesmenin që do të kryejë shërbimin, dhe që fiton tenderin, e fiton në një mënyrë të padrejtë, pikërisht që fitimin ta ndajë me zyrtarin. Nuk është as kjo, është një vjedhje 100% e fondit, 1.1 miliard, nuk ka ndodhur në një genocid. Prandaj kam quajtur buxheticid. Këta kanë firma e tyre shërben si një fshes me korrent në fondet e buxhetit, duke marrë deri në centin e fundit. Rezultatet janë këto që sapo pam, rrugët siç thatë ju që nuk funksionojnë, rrugë që shëmben, rrugë që bllokohen, kanalizime që nuk funksionojnë, ekzistojnë, të gjitha në buxhet janë realizuar, ndërkohë që asnjë punë nuk është bërë. Është kapur këtë radhë Belinda Balluku, është kapur bashkë me Edi Ramën, duke përcaktuar praktikisht tenderat, duke e përmendur me emër dhe me mbiemër, edhe me domethënë epitete që nuk mund t'i përsërisim, sepse janë të ndyra. Edhe për një mashkull, edhe për një femër. Si më thon, ne të gjithë e dimë këtë punë, çështja është që ata thjesht thonë jo. E thonë jo sepse janë kapur me pras në duar, nuk kanë më asnjë gjë tjetër për të thënë, vetëm thjesht thonë jo. Po do të vazhdojmë të vjedhim s'ka ç'na bën dot as SPAKu. Sot në konferencën për shtyp që patëm së bashku me kolegët në kërkesën e radhës për të mbledhur këshillin e mandateve dhe të imuniteteve, për të plotësuar kërkesën e prokurorisë dhe për të hequr imunitetin Belinda Ballukut, pati një pyetje shumë interesante nga një prej gazetarëve. Dakor, Belinda Balluku u arrestua, po Edi Rama po tregon, i cili është personi që e refuzon faktin që Belinda Balluku është kapur në vjedhje, ai e ka pushtetin dhe më të madh se Belinda Balluku për të marrë, për të prishur prova, për të intimiduar dëshmitarët e tjerë, po dhe kishte shumë të drejtë. Përgjigjja do të ishte hapi i radhës që duhet bëjë SPAKu është të nxjerrë një urdhër arresti për Edi Ramën. Është ai që është koka e korrupsionit në këtë vend, është ai që drejton buxheticidin, është ai që pikërisht sepse po i afrohet, po i ngushtohet laku, Belinda Balluku nuk futet më tek rreti i të sakrifikueshëmve, siç ishte Arben Ahmedaj apo siç ishte Erion Velia apo Lefter Koka dhe të gjithë të tjerët.
Kështu që mendoj që tashmë nuk ke mas çfarë mban vetë dashamirët e Sfakut kur thonin që besimi tek drejtësia e re, se drejtësia e re me sa duket diçka do të bëjë, ku se çfarë drejtësia e re është me paterica. Nuk arrin dot të eci, kushtet përgjigja direkte mbas asaj mbledhjes në Këshillin Rregullor të Mandatit, i kishim aty prokurorët e Sfakut, do të thonin po shumë bukur, çfarë po urdhër arresti. Por secilin për atyre që refuzojnë të zbatojnë ligjet e Republikës së Shqipërisë, kushtetutën e saj, rregulloren e saj, ku në parlament, duke nisur nga Niko Peleqi, shpërdorim detyre. Rregulloria flet qartë, thotë nëse kërkon gjysma e antarëve të Këshillit të Rregullor të Mandateve, është detyruar ta mbledhë. Mbledhet, po. Ato fjalë që thotë me shkresë, mund t'i thotë fare mirë në mbledhje, ai refuzon ta mbledhë. Nuk e ka këtë kompetencë. Ai është i detyruar të mbledhë Këshillin Rregullor të Mandateve nëse e kërkon gjysma e antarëve. Gjysma e antarëve kanë 4 herë, 5 herë që e kërkojnë dhe ai thjesht nuk kthen përgjigje. Kështu që unë mendoj që kemi arritur në një fazë të re. Sfaku nëse do të bëjë detyrën, duhet këtë organizatë kriminale, që është tashmë e trajtuar e tillë dhe me vendim gjykate. Gjykata në mënyrë të përsëritur, Sfakun e detyron ta konsiderojë grupe të ndryshme të vjedhësve në qeveri si organizatë kriminale. Po ashtu është rasti konkret, rasti Belinda Ballukut, duhet trajtuar si një organizatë kriminale. Në këtë organizatë kriminale Sfaku i ka të mjaftueshme provat procedurale që kreu i saj është Edi Rama. Nuk mundet të bëhet dot me një qetje tek berberi, të rregullojmë pak modelin e flokëve kësaj situate, as me makjazh, duhet arrestuar pikërisht koka e kreut të organizatës kriminale. Nëse nuk i pret kokën, sigurisht ata do të vazhdojnë të intimidojnë dëshmitarët, të prishin prova dhe ç'është më e keqja, të vazhdojnë të vjedhin. Dikush shkruante para pak kohësh, nuk më kujtohet emrin që ta citoj,